Taulant dhe Pranverë? Befasi normal është Nisma, do më thonë që hen. Nisma që i merë 3 deputet fillimisht. 3 deputet. Edhe partia ma shumë të që është dëmtu në të zgjedhje. është AK-ja dhe këtë më një emision televiziv kam paralajmëruar 2 ditë para zgjedhjeve të vitit 2021. Nëse vazhdohet me këtë trend. Nëse shën rrugra Mosharedine, se shën Ardian Xhinit, Besnik Tahirit, e kështu me radhë, ka marrë shtu këtë. Ma në 2021, 2 ditë para datës së zgjedhjeve në emision e kom paralajmëruar. Mos i ka bë keq koalicioni me Nismën e AK-s? Nuk besoj, po edhe më mendoj që kur dalim edhe pak edhe lokalizmi, se është problem, ke pas Besnik Tahirin se ki, Artan Demhasin se ki, janë njerëz kogja kredibil të aftë edhe kjo të regon shumë pastaj edhe njerëz pritojnë të ardhmen me votu ma shumë, se nësë po votojnë, po Besniku s'po hen. Ja shembull Pranverë thotë i ka bë